Bashkëshortja e Arnor Spahiut ka reaguar me një postim emocionos pas lirimit nga burgu të ish pjesëtarit të njësisë speciale operative të Kosovës, i cili është burgosur nga autoritetet serbe. Përmes një reagimi, jeta i uroi mirëseardhje bashkëshortit të saj, të cilit e përgëzoi për durimin. Bashkëshorti im u lirua më në fund, pas kaq shumë dhimbjesh, pas kaq shumë neteve pa gjumë, pas gjithë asaj barre që e mbajtej vetëm atje brenda. Sot me në fund je në shtëpi. Nuk u dorëzove asnjëherë, sepse i dija që e vërteta jonë do të fitonte. Mirë se erdhe dashuria ime e jetës. Ke përjetuar shumë, ke hequr më shumë se çdo kush mund të imagjinoj, por ja ku jemi sot bashk me të fortë se kurrë. Fundi i dhimbjes është fillimi i lumturisë sonë, ka shkruar gruaja e tij.